Atëherët, përshëndetje të nderuar miq, jam këtu në qytetin e Korpneshit, sot shënon data 14 maj 2026. Me këtë rast, ora shënon 11:02, sot shënohet dhe festa e Shëlbumit, të cilën e feston qyteti i Korpneshit. Dëshiroj që gjithë banorëve të Korpneshit, kudo që ndodhen, t'i uroj gëzuar për shumë vjet festën e Shëlbumit. Ajo që dua të shpreh, unë këtu është një reagim për një takim që pretendoj të mbahej sot në Selit në orën 10, për sa i përket një konsultimi publik për firmën Tete Albania, e cila është firma e minatorëve të Spaqit. Simas disa vendimeve të bashkisë dhe të Këshillit Bashkiak, ajo firmë ka marrë zonën e Oroshit, Kthell, Selit për të parë edhe për studiuar zonën se ku ka mineral dhe pastaj për të bërë mundësinë dhe për të hapur punime. Sipas asaj që unë mësova me bisedë me administratorin zoti Vladimir Gjikola, më tha që është bërë një gabim dhe nuk ka asnjë lloj kërkese nga firma dhe asnjë lloj vendimi për të sjellë sondat e shpimit për minjerat këtu. Unë nuk e di sa e vërtetë është kjo, pasi në letra dhe në disa vendime të Këshillit Bashkiak dhe të bashkisë ekziston një projekt vendim për zonën Kthell, domethënë zona për Latshebe dhe Selit këtu. Tani dua të them unë përse unë jam kundër kësaj firme. Firma Tete Albania, siç e dini dhe ju vetë, është një firmë mafioze e mbështetur nga qeveria shqiptare. Ju e keni parë vetë se çfarë i ka bërë minatorëve të Spaqit, duke mos u dhënë rrogat, duke i detyruar të futen në grevurie, duke mos u përmirësuar kushtet, duke u bërë shantazh, presion, lloj gjërash që ata të tërhiqeshin nga greva tyre, derisa në fund greva u mbyll, u sabotua ku di unë. Besoj se kam përshtypjen se simas ndërhyrjeve flite që janë rregulluar gjëra, por unë mendoj që më shumë është sabotuar. Tani, kjo firmë ka probleme me shtetin shqiptar, ka probleme në pagimin e taksave, ka probleme dhe me shtetin turk vetë. E para njëherë çfarë duan turqit mirdit. Nuk kemi firma tjera ne që duhet t'u japim mundësinë që të hapet minjera dhe të filloje puna, sepse të hapet një investim nuk është gjë e keqe. Por pse duhet vijë një firmë turke dhe një firmë që ka probleme me shtetin shqiptar dhe të investojë këtu? Çfarë sigurie i jep zonës ajo dhe bashkisë dhe shtetit shqiptar që nesër pas nesër nuk do të bëjë ashtu siç ka bërë në Spaq, duke marrë mineralin, duke mos paguar punëtorët, duke i detyruar, duke mos paguar siguracionet ose taksat në shtetin shqiptar e tjera me radhë. Kështu që unë ju drejtohem të gjithë ju banorëve të Selitës, kurdo që t'ju thrasin, kërkoni llogari dhe transparencë nga kryetari i bashkisë zoti Melyshi, nga Këshilli Bashkiak edhe nga administratori i zonës, kryepleqt, banorët e Selitës, Kthellës, të Oroshit, patjetër pse jo, për të parë se kush janë kushtet, kush është marrëveshja, çfarë ofrohet, sepse sidomos në zonën e Selitës, po jam i sigurt gjithë mirditën, ka toka që janë të trashëguara brez pas brezi, jo vetëm toka ara të punuara, por edhe zabele që janë trashëguar brez pas brezi, po fatkeqësisht për padjenin ton nuk janë regjistruar në emrin e mirditorëve. Kështu që ato janë pronë e bashkisë dhe bashkia mund bëje çfarë doje me to, duke ngretë kartonin Këshillin Bashkiak, ashtu siç bën me Kaqinarin, dhe duke u sjell pastaj përplasjet me banorët, me policinë, me firmën, përplasje konflikt civil, konflikt ligjor e tjera. Kështu që të nderuar banorët Selitës, Kthellës, të Oroshit, kërkoni transparencë dhe thoni si ka mundësi që kjo firma që është problematikë atje doni me e sjell. Dhe mos t'ju vjeri keq se jo është e djathta në pushtet, jo është e majta në pushtet. Si e majta, si e djathta, kushdo që t'vjeri, Selita dhe Mirdita, Korpneshi, banorët janë këta dhe do të qëndrojnë gjithmonë. Do thoni ju, mirë që bëhet një investim, ne e kemi lënë atë zonë. Jo, nesër pas nesër kjo zonë do të zhvillohet, por nga ne duhet zhvillohet nga kjo zonë, duke mos harruar tokat e të parëve, të sërgjyshve, që
do t'i kërkojnë edhe fëmijët ta në të ardhmen. Ajo që dua të them unë është që përveç saj dua të flas edhe për paketën e maleve. Paketa e maleve është një paketë mafioze e oligarkëve të qeverisë, mund të them si djathtë si të majt, një ndërtosh dhe Bashkim Ulaj, që ka qenë edhe financues i Partisë Demokratike edhe LSI-së atëherë kur kanë qenë bashkë në pushtet. Kështu që paketa e maleve është një paketë e mafjes, e ka thënë dhe Sali Berisha. Çfarë bën paketa e maleve? Mund të ndodhë, dhe jam i sigurt, që qeverit ose bashkia ja jep një investitori nga ana anës që vjen këtu dhe e merr këtë pronën tokat e juaja, as ju jep as shpërblim, as nuk ju pyet, as nuk ju fut në punë, mund sjellë edhe punëtor argat nga India, nga Bangladeshi, a ku diun, dhe u merr tokat pronët e juaja. Qeveria dhe bashkia paketën e maleve, kullat, me këtë rast duhet ju them, edhe kullat rikonstruktojnë se mund t'i kthenin hotele me turistë të huaj, Gjerman, Austriak, Çek e tjerë. Dua të them që qeveria shqiptare dhe bashkia duhet t'u jap banorëve të zonës, edhe për kullat, edhe bujtinat, po edhe mund të ketë vende që mund të zhvillohet edhe vendosja paneleve diellore. Përse duhet vjen një oligark i qeverisë ose i bashkisë për të vënë panele diellore kur mund t'i vënë banorët e zonës? Të bëhet punimet, të zhvillohet zona, të jenë punëtorët e zonës që punësohen, paguajnë taksa në shtet dhe zhvillohet zona, vjen infrastruktura, vjen spitali, vjen shkolla dhe vjen jeta. Po u larguam, gjithmonë zotrit do të vinë me na pushtu. Hartat që janë bërë pa transparencë. Se si janë bërë ato harta nuk e di. Sepse mund të ndodhë që në ato harta ka tokë shtetërore, ka dhe tokë private. Si u bë ka harta aty, opa zona e selitës, njësi administrative selit, u bë aty edhe nuk dihet që kjo toka këtu është e bashkisë dhe kjo toka këtu është e privatit e dikujt që mund ta ketë në emrin e tyre. Pra si i bëjnë këtë gjë? Rrezikoheni që t'ju marrin dhe pronën tuaj private. Pronën kullën që ju e keni trashëguar brez pas brezi. Kështu që kjo është paketa e maleve, këtë ju duhet kërkoni transparencë, llogari që zhvillimi të vijë nga banorët e zonës. Dhe jo nga oligarkët e qeverisë të bashkisë që mund paguajnë para për vota për të mbajtur në pushtet një kryebashkiak ose një kryeministër. Rruga e zonës nuk është bërë për zonën për zhvillimin. Është bërë për me i sjell zhvillim oligarkëve, për të sjellë për të bërë skavicën, për të munduar për të marrë hidrocentralet luminorak që për momentin janë anulluar, janë pezulluar, po janë anulluar dhe por me qenë se nuk e morën do të luminorake ndosha nuk e marrin, rrezikojnë me u marrë pasuritë të tilla si Didhja, Valmori edhe Kunora që mund vendosin panelet diellore atje. Pra rrezikojnë t'ju marrin pronat, tokat e juaja, t'ju sjellin, të bëjnë skavicën, edhe t'ju marrin kullat, t'ju akthejnë ku diun, që mund t'ju akthejnë në bujtina kullat e gjyshve dhe së gjyshve tuaj, dhe t'juajat, e vjen tjetri dhe thot s'ke pronë, s'ke gjë, ta merr aty përplasu me policin, përplasu me bashkim, përplasu me gjykatën, nuk do me ditë zotria dhe keni ju problemet. Kështu që të nderuar selitas, të nderuar mirëditas, kërkoni llogari si për firmën e turke në Kthell, në Orash dhe në Selit. Për mendimin tim ajo nuk duhet vijë të investojë sepse është problematike në Spaq edhe në shtet dhe për paketën e maleve. Bëni kujdes.